Pas një muaji agjerem, besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin. Besimtarët u mbledhën para orës 7 në xhaminë e madhe në Prishtinë e në shumë xhami të tjera në vend për ta falur namazin e Fitr Bajramit. Në kohën kur për 2 javë në Kosovë ka ndodhur 4 vrasje, Përësia e Bashkësisë Islame ishte parandalimi i tyre. Kreu i Bashkësisë Islame, Miftiu Naim Tërnava, tha se vrasja në fenë islame është gjunah i madh. Pavarësisht motiveve dhe rrethonave, në Islam, vrasja është akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë mundësi jetës, sy njeriu dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur se duke vrarë në gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Ai tha po ashtu se të gjithë duhet të jenë unik në paqe, tolerancë dhe mirëkuptim. Tërnava theksoi rëndësinë e përkujdesjes për të moshuarit, teksa theksoi se mungesa e përkujdesjes është e barazvlefshme me dhunën ndaj tyre. Sot, pothuajse për çdo ditë kemi shumë prindër të praktikosur të lënë e të harruar nga fëmijët e dashur. Ata kanë ndjekur pa përkujdesje, gjë e cila vazhdon jetën e tyre deri në ekstrem. Pse po ndodh kjo? Këtë pyetje duhet bërë vetes dhe shoqërisë sonë. Këtu në Kosovë, dhe kudo që jetojnë vëllezërit dhe motrat tona, brenda trojave tona etnike dhe në mëmbatën e lartë. Miftiu Tërnava komentoi edhe politikisht, duke kundërshtuar idenë e njohjes ligjore të prindërve të seksit të njëjtë, përdorimin e termeve prindi 1 dhe prindi 2, si dhe përsëriti kundërshtimin e propozimit për miratimin e surrogacisë në kuadër të ligjit për fertilizim të asistuar mjekësor. Tërnava u shpreh kundër nënave surrogate, të cilat bartin fëmijën e një çifti tjetër me marrëveshje të veçantë me çiftin, duke i quajtur me termin nëna me qira. Besimtarët muslimanë të gjithë botën kremtojnë për kushtimin e tyre ndaj Zotit pas një muaji sakrifice dhe devotshmërie.